250 autobus që çdo ditë bëjnë linjat e jugut dhe Shqipërisë së Mesme nga sot e tutje nuk do të futen më përmes Tiranës. Terminali i ri inauguruar këtë të diel do të zgjidhë këtë problematik. Kryetari i Bashkisë Erion Velia i tha se ky është një terminal i përkohshëm derisa të përfundojë investimi në 2 terminalet e përhershme, të cilat do të ngrihen në hyrje të qytetit. 250 autobus që çdo ditë bëjnë linjat e jugut dhe të Shqipërisë Mesme, nga tani e tutje nuk do të futen më përmes Tiranës. Kjo do të thotë që 250 nyje trafiku që krijoheshin gjatë ditës, sot janë një zhbllokim për qytetin e Tiranës. Kryebashkiaku theksoi se nuk do të ketë asnjë tolerancë për mjetet që ngarkohen me pasagjerë jashtë terminalit të ri të autobusëve. Sipas tij do të penalizohet me gjob kush nuk ka licencë dhe zë sheshet poshtë pallateve apo nyjet kryesore të rrugës. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve që të përdorin vetëm transportin e licencuar, vetëm autobusët e licencuar. Respektojnë ligjet, janë të sigurt, janë dhe të lirë. Në stacionin tek Ish Dogana pranë sheshit Shqiponja janë vendosur linjat e Shqipërisë së Mesme dhe të jugut dhe shumë shpejt do të ketë edhe një zgjidhje edhe për linjat e veriut.